Të hënën e 2 marsit të vitit 1998, gazeta amerikane New York Times, mes artikujve të tjerë, kishte edhe një me titull "Shqiptarët etnik rebelohen kundër serbëve". Artikulli publikohej vetëm pak ditë pas masakrës së Likoshanit e Qerezit, ku me 28 shkurt u vranë rreth 30 civil shqiptar. Teksti fillonte me përshkrimin e disa pjesëtarëve të UÇK-s që gazetari amerikan Chris Hedges i kishte hasur në malet e Çavicës. Ishte hera e parë që UÇK-ja kishte lejuar një gazetar ndërkombëtar të përcillte ata deri thellë në male. Rebelët, të veshur me uniforma kamuflazhi, pushk sulmi AK-47 dhe elek të mbushur me municion, flisnin fare pak, teksa lëviznin përmes fshatrave në errësirë. Çizmet u linin gjurmë në Dobor dhe Lloq. Guerrelët ishin pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila po luftonte për të krijuar një shtet të pavarur për shqiptarët etnik, thuhej në fillim të artikullit ndërsa përshkruaj UÇK-ja. Në të njëjtin artikull, vetëm 2 ditë para ngjarjes së Jasharajve, prononcoi edhe një ri 22 vjeçar nga Prishtina, me emrin Albin Kurti. Shihni çfarë i thot gazetarit Albin Kurti. Tani kemi 3 grupe njerëzish në Kosovë, deklaronte Kurti. Janë ata që simpatizojnë UÇK-n, ata që na simpatizojnë neve që po provojmë të organizojmë rezistencë jo të dhunshme, dhe grupi më i madh që simpatizon të dyja palët. Pra, këtu Albin Kurti ja bën të gazetarit amerikan qartë se UÇK-ja ishte dikush tjetër, ky dhe grupi i tij që provonin me rezistencë jo të dhunshme ishin të tjerë. Po ashtu, edhe njerëzit ishin të ndarë, mes atyre që kishin simpati për UÇK-n dhe atyre që kishin simpati për grupin e Albin Kurtit e të tjerët që provonin me metoda jo të dhunshme ta zgjidhnin problemin. Pra, këtij triu, 22 vjeçar, nuk i kishte mjaftuar e as nuk e kishte bindur masakra e civilëve në Likoshan, Qerez e vende tjera për ta kapur armën. Refuzonte të takonte këtij grupi guerrel. Madje, kjo ishte një kohë kur, siç e thotë edhe teksti i gazetarit, ka një numër në rritje të liderëve lokal të LDK-s që janë betuar me aleancë forcës guerrile, po Kurti lëvizja e tij jo. Pak ditë pas këtij artikulli, saktësisht me 5 mars 1998, fillon sulmi i madh i forcave speciale serbe kundër familjes së Jasharajve. Ngjarje që si asnjë tjetër mobilizonte shqiptarë në Kosovë jashtë saj të bashkoheshin radhëve të UÇK-s. As ngjarja e Jasharajve nuk e bindi dot Albin Kurti, se kundrejt serbëve duhet të luftohet. Kjo dëshmohet qartësisht në librin e Howard Clark me titull Rezistenca civile në Kosovë. Kurti, 3 muaj pas betejës heroike të Jasharajve, në muajin qershor, po provonte të organizonte të rinjtë të Kosovës për rezistencë paqësore. Si tregon autori në libër, edhe në qershorin e vitit 1998, Albin Kurti po provonte të organizonte një punëtori me titull Lëvizja paqësore aktive si një alternativë ndaj përpjekjes së armatosur. Organizimi i Kurtit për lëvizjen paqësore si alternativë kundrejt rezistencës së armatosur pritej të mbajë në gusht, por do të anulojnë korrekt sepse Clark e thot në libër, problemi ishte se dinamika fuqizuese e krijuar nga demonstratat e vjeshtës së 97-s nga studentët ishte zëvendësuar ose tejkaluar nga entuziazmi dhe më pas paniku i ardhjes publike të UÇK-s dhe masakrave të Drenicës. Në këtë libër të autorit është edhe një intervistë e vet Albin Kurtit. Është një moment interesant gjatë intervistës, kur Kurti i tregon Clarkut se gjithmonë është kujdesur që edhe kur i kanë sulmuar serbët të rinë protesta, ky nuk i ka lënë ata të kundërpërgjigjen me dhunë. Disa djemë thanë, hajde, jemi mjaftueshëm në numër, hajde t'i kapim. Dhe e gjitha çfarë ju thashun ishte, nëse unë e theras demonstratën, atëherë do të jetë paqësore, i tregonte Kurti gazetarit. Bindjet e tij për lëvizjen paqësore, Kurti ja kishte bërë të ditura edhe aktivistit amerikan të paqes David Hartsow në një intervistë në tetor të vitit 97. Kohë kur Hartsow ishte drejtori i punëtorëve të paqes në San Francisco në SBA. Kurti tregon në intervistë se dëshiron të gjithë ta kenë frymën e njëjtë si ai. Prandaj shpjegon se si kemi mbledhur shumë libra rreth mospërdorimit të dhunës dhe disa video me të cilat po fillojmë një librari me literaturë
kundër dhunës, që do qetë e mundshme për të gjithë studentët. Pra, kur lufta veç kishte filluar, Kurti fton të rinjt në demobilizim ushtarak e në aktivitet paqësor, në protesta që nuk duhet të kthehet as dhuna me dhunë. Pra, edhe nëse policia sulmon, mos të sulmohet policia prapa. Vërtet e pabesueshme kjo, apo jo? Veçanërisht për të rinjtë të reja të Kosovës së pas luftës, që e kanë parë Kurtin tek organizon protesta të dhunshme. Tek ju bërtet policëve. Të kthyen sheshe të tëra që të merren gurt e të hidhen policëve kokës. Tek sulmon vetura zyrtare e deri tek përdorimi i gazit lotësjellës, sprejt për sy e armëve të kalibrit rënd. Kosova është rasti i vetëm ku protestat për çlirim organizohen paqësore e protestat pas çlirimit të dhunshme. E Kurti është i vetmi që me urdhër ndalonte të rinjt të sulmojnë policë serb e me urdhër ndërsente të rinjt të sulmojnë policë shqiptar, deri edhe te demolimi i stacionit policor. Po ky është ndryshimi vetëm e as më kapitali. Ndryshimi më i madh është ai i njeriu që në pikun e luftës thoshte I would never pick up a gun. e me të kryer ajo luftë, akuzonte ata që fillimisht refuzojnë që bashkohet se nuk luftuan sa duhet, se ndërpren luftën e gjysmë. Unë kam besuar në luftën shërimtare. Luftën që ky lobante të mos ndodhte. Kështu, për luftë me armë në dorë nuk janë gjithë. Por lufta mund të përkrahet në 100 forma tjera, pa armë. Dhe shqiptarët në shumicë e kanë dhënë këtë përkraje. Por Albin Kurti e refuzonte luftën ndaj Serbisë si koncept. Mendonte se është gabim, se nuk duhet të ndodhë. Madje edhe atëherë kur ajo vetë se kishte filluar. Prap, do të blije edhe kjo, që kur pasi të kryej lufta, Kurti të mos thoshte, unë kam qenë në QK. E kjo është problemi pastaj. Në kohë lufte, luaje paqësorit. Në kohë paqeje, aktoreje luftarit. Në protesta kundër policisë së shtetit okupator, urdhëro për qetësi. Në protesta kundër policisë së shtetit tënd, urdhëro për sulm. Në kohë lufte, demobilizon njerëz nga kapja e armëve. Në kohë paqeje, instrumentalizon të rinj në kapje armësh kundër shtetit tënd. Dikush mund të thotë, ndoshta edhe me drejt, se Albin Kurti është veç një mashtrues ordinar, si shumë të tjerë. Për mua ai është një plan fatkeq, që po funksionon shumë mirë për ata kundrejt nesh.